emisioni Ushqimi dhe Shëndeti me Lindën mundësohet nga Yes Pharma. Miqtë e mi të dashur, ja pra po ritakojemi sërish për trajtuar një temë shumë delikate dhe sidomos për gjininë femërore. Bëhet fjalë për menopauzën, e cila deri tash pothuajse ka qenë një temë tabu, mirë po për fatin tonë së fundmi ka filluar të trajtohet në mënyrë që sa më lehtë ta kalojmë këtë fazë. Me mua sot është doktoresha interniste endokrinologe Arita Haxhiu. Mirë se të kam. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën, edhe sidomos që e keni zgjedhur këtë emision, për të cilin ka nevojë femnat e kësaj moshe të jenë sa më shumë të informuara në mënyrë që ta kalojnë shumë më kollaj këtë periudhë. Vështirësitë, s'pari këm has vetë, pasi që veç po kaloj në këtë fazë, dhe më kujtohet para 5 viteve, unë isha ke ju dhe i bëra analizat dhe një telefonat pas rezultateve më ke thirrë, më ke thënë Linda, nëse do me bo dhe një fëmijë dush mungut. Se ka filluar të sëhaja. Hormonet ka filluar. Absolutisht. Do me thonë, kur një femën vjen dhe i bën testimet hormonale dhe mbas hormoneve, zakonisht ne e dim kur një femën është në perimenopauzë dhe më pas kur ka rrezik të futet në menopauzë. Sepse janë disa hormone që të tregojnë që nëse janë të larta, ajo femën është në perimenopauzë dhe po futet gradualisht në menopauzë. 2. Është FSH, e cila të tregon sa është vezorja e aftë me shtrydh estrogen, edhe është LH që të tregon sa është vezorja e aftë me shtrydh progesteron. E tani çfarë thirret perimenopauzë ose menopauzë? Thirret kur vezorja e humb hapësinë e saj me prodhu estrogenin edhe progesteronin. Vezorët shkojnë dhe zvoglohen, më pak prodhojnë estrogen dhe progesteron, dhe prandaj këto dy hormone që thirren LH dhe FSH rriten mbi vlerat normale. Dhe kur fillojnë këto mu rrit mbi vlerat normale, është një vlerë e caktuar deri në 40 quhet si perimenopauzë ose paramenopauzë. Mbi 40, pastaj kur është e lartë themi është në menopauzë. Ka hyrë në menopauzë. Ka hyrë veç femna në menopauzë. Dhe pastaj kur i shohim që këto hormone nëse femnat vinë moshë të vogël, sepse duhet ta cekim si është mosha normale që një femën mu fut menopauzë. Mosha normale që një femën mu fut menopauzë është 50 plus minus 2. Që do thot nga mosha 48 vjeqe deri në moshën 52 vjeqe është normalisht të futesh menopauzë. Nëse futesh në menopauzë të parakoshme, këtu është problemi. Atëherë edhe ka shumë rasteve sipas statistikave të fundit që shumë gra në moshën 35 vjeçare madje futen në paramenopauzë. Kjo është problemi më i madh. Kemi raste shumë të tilla që vijnë vajzat moshës së herët që qoftë kanë problem për të ngelur shtatzën, qoftë kanë problem me cikluset menstruale, cikluset menstruale vonohen 6 muaj, vonohet 1 vit, nuk paraqitet ciklusi. Kjo vajzë ose kjo grua paraqitet fillimisht te ginekologu, dhe ginekologu detyrimisht e dërgon tek neve si internist endokrinolog për të bërë testimet hormonale. Dhe kur i shohim hormonet, na vjen dyshim si këto hormone janë kaq të larta te një vajzë shumë e re ose te një grua e re, para se kjo grua të mbushi 48 vjeç ose 49 vjeç. Dhe pastaj kjo quhet pastaj faza menopauza e parakoshme. Dhe në menopauzë të parakoshme këto fillojnë dhe i kanë simptoma si një grua që është në menopauzë. Simptoma të tilla si val të nxehtësisë, që avullojnë i kap vala e nxehtësisë edhe në mes të dimrit dalin jashtë sepse e kanë nxehtë, dhe burrat pastaj shumë vështirë i besojnë këtyre grave. 2. Kanë vështirësi në pagjumësi. E treta kanë çrregullime të humorit. Kjo është më e keqja, sepse vinë edhe thonë po ndjehemi keq, me disponim nuk janë mirë. I ka humbur vullneti, çrregullime të humorit të tilla si deri në depresion. Madje kishte shumë statistika që gratë në menopauzë apo vajzat në menopauzë ishte numri i vetvrasjeve shumë i lartë, ishte numri që lëjnë punën shumë, domethënë dorëzohen edhe nga puna, dhe numri gjithashtu shumë i lartë i divorceve. Absolutisht. Divorcet ndodhin sepse
tani personi mashkull, partneri mashkull nuk i beson çfarë problemi ka dhe nga çrregullimet humori që kanë mund të jenë herë agresiv, herë të depremuar, melankolik dhe pastaj normalisht që vjen edhe numri i divorceve shtohet. E dyta, normalisht që e humbe edhe aftësinë e saj për koncentrim dhe duke qenë se humbe aftësinë e saj për koncentrim, vjen edhe niveli i punës. Dhe kjo është ajo vështirësia që hasin këto femna në menopauzë si rezultat i lëvizjes hormonale. Dhe jemi gjithmonë aty për t'ju ndihmuar këtyre gocave. Po jo rastisht të hormonet na drejtojnë jetën, gjitha na kanë në kontroll. Jetën në harmoni janë kur hormonet janë në harmoni. Ne do ndjehemi shumë më mirë kur hormonet i kemi mirë. Absolutisht kur jemi edhe në kohën para ciklusit, gjitha dhe vajzat kur vinë thënë, doktoresh, para ciklusit jam shumë nervoz, nuk jam mirë, po ndjem me fryrë, me qajt, më vjen me qajt, kam një çrregullim të humorit, s'po di ç'a të bëj, dhe ne vi themi, nga luhatja hormonale që vije si rezultat i periudhës së para ciklusit menstrual, kjo është normale, kjo kalon, momenti që të vije ciklusi, kjo do kalon. Por të gratë që janë në perimenopauzë ose menopauzë, kjo është e pakalueshme. Prandaj e kanë vështirë. Dua të cjekin një gjë që është shumë e rëndësishme. Përveç këtyre çrregullimeve të disponimit, valeve të nxehtësisë që i kanë këto gra në paramenopauzë dhe më pas në menopauzë, kanë edhe çrregullime të tjera të metabolizmit. E kush mund të jenë ato? E para fillon edhe mund të lëviz sheqeri. Lëviz sheqeri, rezistenca në inzulinë edhe pastaj ka rrezik të shtuar të shkojnë në drejt diabetit tip 2. E dyta, kur lëviz tensioni, kur lëviz sheqeri, do lëvizën edhe yndyrnat. Do ketë edhe rritje të lipideve në gjak. Dhe më pas, si pasojë që këtyre të dyjave, kur lëviz edhe tensioni. Kemi luhatje tensionit, që thot, herë kam tensionin më lartë, herë kam tensionin më ulët. Dhe këtu fillojnë çrregullimet e metabolizmit të sheqerit, të yndyrnave, hipertensionit dhe gjitha problemet kardiovaskulare që mund t'i ketë një grua në menopauzë ose në paramenopauzë. Edhe pikrisht janë testimet që i bëjmë përveç testimeve hormonale të gjitha grave që vinë me këto shqetësime, bëjmë edhe testimet e metabolizmit. Do thot analizat e metabolizmit në total, që është sheqeri, yndyra, mëlçia, të gjitha këto. Për të parë, a mundemi mi parandalu komplikacionet që mund t'i japi një paramenopauzë parakoshme ose një menopauzë në smundjet kardiovaskulare të një gruaje. Do me thonë mësë shumë të jemi të rrezikuar në smundjet kardiovaskulare, në shëndetin mental dhe në atë që thirret kockor. Kjo kockor shumë e bukur. Kjo kockor vjen si rezultat sepse estrogeni, niveli estrogenit edhe i progesteroni që prodhohet normalisht nga vezoret e femnave të reja në moshën fertile e mban forcën e kockës. Ky estrogeni nga trurje deri te kockat, gjithku. Aq e rëndësishme kur hyna me hulumtu pastaj tash estrogenit e zemra, estrogenit e emocionet, estrogenit tek funksioni metabolizmit, sheqerit, yndyrnave dhe proteinave, estrogeni në funksionin e kockave. E mban forcinë e kockës. Momenti që ne futemi në menopauzë, kjo do thotë që më nuk kemi ciklus 6 muaj deri 1 vit. Kur nuk jemi më me ciklus, atëherë themi që vezorja nuk po prodhon as estrogen dhe progesteron. Dhe kjo mungesë e estrogenit, si do ndikojnë në kockat e këtyre femnave, do zbutet ashti. Kur zbutet ashti, kjo quhet osteoporozë. Dhe kjo osteoporozë, 80% vuajnë këtë osteoporozën. Dhe kjo osteoporozë do thotë që nesër pas nesër këto gra do kenë rrezik. Një për fraktura patologjike, që do thotë dëmtim të kockave apo thyerje të kockave, dhe 2 dhimbje të gjithë kockave dhe gjithë trupit, dhe ato nuk ndjehen mirë. Tani imagjinoj një grua që ka gjatë gjithë kohës afshet nxehtësisë, një grua që ka luhatje të humorit deri në depresion të thellë, një grua që ka gjatë gjithë kohës dhimbje të kockave, një grua që po i lëviz sheqeri, yndyrra dhe ka filluar me i lëviz tensioni. Dhe gjitha këto janë pasojë e një menopauze. Edhe estrogeni. Estrogeni, progesteroni apo jo. Tani ne themi është menopauzë normale kur femna futet moshën ashtu siç e thash më herët 50-52 vjeçe. Është normalisht, është periudhë normale që duhet kaluar, por nëse futen më herët, vijnë problemet më të mëdha. Sa më herët më të mëdha. Sa më herët që futet është parë, sepse tani moshat e hershme po kapen me menopauzë dhe kjo është arsyeja pse
këto vajza po futen edhe më herën pubertet. Po, edhe ajo është. Edhe është edhe pak gjenetike. Çdo herë kur vjen pacientja e themi, "Më falni, jeni moshë 3 dhe jeni në menopauzë parakoshme", ajo thot, "Po edhe mama ime është futur moshë parakoshme në menopauzë". Prandaj kjo është edhe një gjenetike. 2, shumë e rëndësishme është ushqimi. Që të futemi qoftë më herën në pubertet, moshë parakoshme, vajzat e reja të futen në pubertet, qoftë edhe të futemi në menopauzë të parakoshme është ushqimi. A lidhet kjo kur vajzat e reja fitojnë ciklin e parë menstrual shumë herët, lidhet kjo edhe me paramenopauzë që gjithashtu do të futen e herë? Absolutisht. Prandaj këto e ceka. Sa më herët që futesh pubertet, që është më herët ke rrezik më futen në menopauzë parakoshme. Janë lidhjet njëra me tjetrën. Tani një simptom që zakonisht e kemi vënë re në klinikën tonë, thot pacientja, po kam patur tani 2-3 muaj nuk kam ciklus menstrual fare, po para 2-3 muajve kam patur 2 herë mujt më vindin ciklusi. Do thotë që dua t'ju them gjithë pacientëve që na dëgjojnë, ose vajzave, ose grave të reja që na dëgjojnë, kur kanë edhe një ciklus të shpesht, kjo të jep një sinjal që mund të futesh në menopauzë parakoshme. Edhe pasaj ato si rezultat i gjakderdhjeve të shpeshta mund të kenë edhe pasoj anemin nga mungesa e hekurit si rezultat i gjakderdhjes. Madje disa kanë edhe gjakderdhje shumë bollshme. Edhe kjo është vish një simptom që ty po të tregon një sinjal që je të fut në paramenopauzë. Gratë. Gratë gjora. Duke i përcjell hormonet që nga fillimi që futen në pubertet normalisht është në moshën 12 deri 14 vjeçe të vajzat më fund pubertet dhe pastaj gjatë gjithë kohës fertile që do i kontrollojnë hormonet e tyre sepse këto vajza do bëhen nesër pas nesër nëna dhe pastaj pas lindjes probleme që mund të kenë jo gjakderdhjet, jo formimi miomave në mitër, formimi polipeve, formimi cistave në vezore. Zakonisht ajo që është më shpeshta është sindromi vezores polikistike, që vinë vajzat e reja me këtë sindrom që po çuditemi pse kaq moshë të hershme, po paraqitet, po pastaj pe shohim që është e lidhur shumë me peshën e trupit. Edhe këtu dua të ndalem pak. Do të thonë, pesha e trupit sa më e madhe që është, ka rrezik këto vajza me kriju ato që thirret rezistenca në inzulinë. E rezistenca në inzulinë është një ndër shkaktarët numër 1 sindromes vezores polikistike. E çfarë do thotë ajo sindrom? Kjo rezistencë vjen si rezultat i peshës, kryesisht belit barkut, belit ne masim zakonisht me centimetër sa është barku i madh, është parë që të vajzat që kanë bark më të madh kanë rrezik me kriju rezistencën në inzulinë. Rezistenca në inzulinë e krijon sindromin e vezores polikistike, që do thotë krijon cista, mikrocista shumëta në për 2 vezoret nga cilat prodhohen hormone mashkullore ma tepër se sa që duhet, se të femrat normalisht duhet mu prodhohen hormon mashkullor. Dhe prodhohet testosteroni dhe ky testosteron pastaj bën çrregullime gjithandej. I bën këto femna më agresive, që themi ne ke hormon mashkullor ma të punë, prandaj je më agresive, 1. E dyta i bën me çrregullim ciklusit menstrual, e treta i bën me dalje të qimeve në për fytyrë, në për mjekër, në për trup, edhe tash jam shumë e lumtur që po shkojnë vajzat në laser dhe gjitha këto zonja që punojnë në laser, fillimisht ju thonë, shko bëjni në hormonet mashkullore testojni, mos i keni të larta para se mu fut në laser, se nuk do kesh pastaj efektin në laserit ashtu siç duhet. Edhe çrregullime të ciklusit, me mungesa të ciklusit 2 deri 3 muaj, deri 4 muaj, deri 6 muaj pa cikluse. Edhe infertiliteti, shkaku i parë infertilitetit që do thotë që nuk mund të ngelesh shtatzan. Dhe gjithë kjo po vjen si rezultat i mbipeshës trupore, që do thotë çrregullimit, metabolizmit të sheqerit, rezistencës në inzulinë. E kjo është e lidhur shumë me ushqimin e shpejtë, që do thotë ne tani bota është ty hec, nuk është ty hec, falem, është ty vrapu, se po dojmë gjithë me arrit majet kulmin, kjo është gjë e mirë, sepse konkurenca të bën me vrapu edhe me hec për para, por në anën tjetër harrojmë sa ka rëndësi ushqimi në jetën tonë shëndetësore. Ushqimin e themi është farmacia e trupit tonë. Sa më të mire kemi ushqimin, qaq më shëndetshëm do jemi. Ne jemi shumë ma
të prirur për t'ju shpjeguar pacientëve që nga temeli i çfarë do lloj çrregullimi hormonal ushqimin dhe pastaj tek shkojmë te terapia. Do me thonë edhe ushqimi është faktor kyç për çrregullimet hormonale. Sa han ti jashtë? Sa haj unë jashtë? Unë punoj me orare gjata, shumë a kim bërë pyetjen e bukur. Shoqër Pizotit jam me njerëz për rreth që din me gatu mirë edhe më presin pasi që përfundoj orarin e punës të ha ushqim në shtëpi dhe normalisht edhe zgjedh restoranet e mira dhe ushqimin e mirë edhe jashtë kur dal. Bravo. E di edhe nuk konsumoni sheqer? Absolutisht. Ende vazhdojmë mos me konsumu sheqerin, sepse ne themi gjitha pluhrat e bardha janë të këqija. 1 është sheqeri, 2 është kripa, 3 është mielli, edhe 4 është droga. Do thot, sheqeri është helm për organizmin. Dhe një tjetër miell i bardhë që quhet vrasës, ta shumë përshikuesit ta më tepër, quhet një substancë e cila është aditiv që shton shijen, që pothuajse në çdo produkt industrial gjendet. Për shembull, kur e han një gjem të vishnjës në shtëpi dhe kur të han të blerë, kur të qel atë blemin, del ajo aroma vishnjës. Të gjitha ato janë, domethënë, substanca. Substancë që është pothuajse në gjitha ushqimet industriale. Nga erëzat ato të gatshme për t'ia dhënë shijen ose më tepër, ky quhet mielli i bardhë, MSG për ndryshe, i cili është zbuluar para shumë viteve në Japoni. Po pasi që është zbuluar, ai japonezi ka kërkuar falje publike dhe atje është ndaluar. Tash edhe këtu në përbot, disa herë ka qenë FDA duke marrë masa që ta ndaloj këtë mirëpo industria ushqimit. Është e fortë, kështu që aty shtirë jam e lumtur që po mësoj gjëra të reja nga ty, që je profesioniste në këtë aspekt. Në anën tjetër është sheqeri që themi është helm, mielli i bardhë është helm, sepse që të dyjat e rrisi nivelin e inzulinës në trup. Në anën tjetër asnjë vlerë ushqyese. Njërin anën tjetër, secili infekcion është më i shpesht kur e kemi sheqerin pak lart në gjak. Ushqim për infekcion. Automatikisht, sepse ne themi burimi i infeksioneve është ushqimi i pasur me sheqer. Për viruse, për bakterie, për parazit, për mykra, për gjitha infeksionet. Edhe mos harroj vajzat ose zonja që janë në perimenopauzë ose menopauzë të parakoshme, ato vuajnë edhe shumë nga infeksionet e shpeshta vaginale, sepse ekziston ajo që kur ulet niveli i estrogenit në gjak, kemi tharje të mukozës vaginës. Edhe kjo tharje e mukozës vaginës e ndryshon pH-in e vaginës dhe këto vinë edhe thot kam krurje, kam dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale me partnerin, edhe kam infeksione të shpeshta kryesisht ato mykotike. Dhe pastaj ne i preferojmë të marrin ato kremat që kanë estrogen, që me mbajt lagështinë e mukozës së vaginës, në mënyrë që mi parandalu po këto 3 simptome që mund të kenë pacientët. Estrogen gjindën edhe të ne? Estrogen kremat po. Do me thonë krem lokal, estrogen, që i propozojmë zonjave me ly mukozën e vaginës, në mënyrë që me pas lagështinë e saj vagina, me ndryshu pH-in, mos me pas krumje, mos me pas dhimbje gjatë marrëdhënieve seksuale, edhe mos me pas infeksione të shpeshta vaginale kryesisht me myk. Sa arrin përthitja me këtë lloj kremi? Shumë mirë. Përthitja është shumë e mirë, pastaj ekzistojnë edhe vaginaleta. Ekzistojnë edhe vaginaleta që ipen, po me krem është shumë mirë. Kremi që është me estrogen është shumë i mirë. Është 1% estrogen që përmban kremi. Mirë shumë, atëherë në informat. Absolutisht. Për gjitha ju që vuani nga kjo fazë, ja ku i keni doktoreshën që na jep shumë informata të mira. Tani është, pastaj edhe ato që tham, ishim duke bisedu që normalisht pastaj çrregullohet edhe të pamurit pak. Kryesisht fillon plusi. Kur filloni me lexu kështu, dijeni që jeni të shku te plusi, do thot shkoni te oftalmologu se keni nevojë për syze, mos i mundoni syt. Edhe kjo si pasojë e estrogenit. Edhe kjo si pasojë e çrregullimit hormonal. Kryesisht, sidomos logjikoj mu fut një femën ko ma heret mosh 35 vjeqe ose 40 vjeqe në paramenopauzë. Po i ka simptoma si një zonje moshës madhe. Dhe pika rreziqet mu fut në smundje, qoftë kardiovaskulare, qoftë çrregullime të humorit, qoftë smundje të kockave në moshë shumë të hershme. Dhe prandaj këtu është ajo që shoqërpi Zotit, medicina në Kroaci,
unë kam studiu edhe kam jetu 20 vite në Zagreb, kam punu në spitalin Rebro, jam interniste endokrinologe dhe medicina atje ka përparu shumë shqyqyr për Zotit dhe na ka mësu që nëse të vjen një vajzë, çfarë do lloj moshe me qenë, një vajzë në menopauzë parakoshme, që do thot menopauzë parakoshme le ta din publiku që do thot kur jenë menopauzë më pak se 40 vjeç. Një, e dyta, nëse vjen një zonjë në moshën e menopauzës tani që po ndodhet dhe me 50-52 vjeqe, po të vjen me simptoma, ajo po vjen me një ankesë, po vuan, ajo po kërkon ndihmën tënde. Bëjmë testimet hormonale, për të vërtetuar si ka hormonet, bëjmë testimin e gjëndrës tiroide çdo herë, sepse tiroidja mund të rregullohet funksioni i saj kur jemi në fazën qoftë perimenopauzë, qoftë në menopauzë, pastaj prandaj e testojmë, edhe bëjmë analizat e metabolizmit që do thotë sheqeri, yndyra, analizat e mëlçisë dhe veshkës. Për të parë, si mund të ndihmojmë kësaj zoje, sa ajo po vjen për mi ndihmu. Në qofse e kemi një zonjë të re që po futet në menopauzë të parakoshme, ajo do keq rregullime të sheqerit ose të yndyrës, i japim fillimisht çfarë duhet ngrënë, çfarë nuk duhet ngrënë. Do thotë ja caktojmë dietën. E para gjë kryesorja është dieta. Asnjëherë nuk futen terapi nëse nuk e ka qartë dietën. Sepse terapia nuk do ndikoj pozitivisht nëse dieta do jetë prap fast food, nëse dieta do jetë ëmbëlsira, nëse dieta do jetë lëngje, tëmbla, nëse dieta do jenë brumat. Prandaj fillimisht është dieta shtylla numër 1. Shtylla numër 2 është aktiviteti fizik, shqyr pi Zoti gjitha femnat tani po shkojnë jo pilates, jo gym, jo fitness. Dhe kjo disa kam akoma s'kam fillu. Okej, edhe e treta, pastaj vjen terapia. Çfarë nën kupton me terapi që është shumë e rëndësishme? Terapia është kryesisht terapi hormonal replacement therapy, që vjen nga gjuha angleze, që do thot terapi zëvendësuese hormonale. Unë i them zonjave ose zonjushave që vinë me menopauzë të parakoshme. Ne duhet mi zëvendësu hormonet që po të mungojnë. Si për gjandër tiroide. Kur gjanda tiroide s'është hap me prodhu hormonin e saj, ne do t'japim hormonin e saj nga jashtë. Që nuk është ndonjë problem, është një tabletë vogël që luan rolin shumë të madh në shëndetin normal të një femnes. Edhe e dyta, edhe kjo një normal, ku nuk prodhojnë vezorët hormon, atë hormon që mungon, atë do t'a japim nga jashtë. Që ti të ndjesh më mirë, që ti të kesh më pak probleme shëndetësore, që ti të kesh më pak probleme emocionale, edhe që ti të jesh e aftë akoma me punu, edhe me qenë e koncentru me punë. Jeta nuk përfundon veç aty neve na duhet prap. Absolutisht. Ne themi janë gjithë jeta e njeriut është e ndarë në 3 periudha, këtë e kam nga babai im. Thot është periudha e fëmijërisë, periudha e rinisë, edhe periudha e pleqërisë. E gëzimi më i madh në periudhën e fëminisë janë lodrat, gëzimi më i madh në periudhën e rinisë janë argëtimi, e në atë të pleqërisë është ushqimi. Prandaj jam shumë e lumtur çfarë babai kam, sepse ai shikon çdo gjë që është duke ngrënë, llogarit sa ham proteina, çfarë fruta duhet ngrënë, çka ka më pak sheqer, kufizon gjitha sheqenat, sepse jep shumë rëndësi tani ushqimit. Ja, prapse është afër 90 vjeç apo? Absolutisht po. Ka jeton mirë. Absolutisht, sepse e rregullon shumë mirë ushqimin, se e din që ushqimi luan rolin kryesor përveç ilaçeve. Tani ashtu siç Ngela duke thënë, është ajo terapia hormonal replacement therapy që jepet te këto zonja në perimenopauzë ose në menopauzë. 1, që do ndihen shumë mirë. 2, kjo terapi ekziston qoftë formë të tabletave që shumë kollaj përdoret. 2, qoftë formë të estrogen patches. Tani këtu në Kosovë nuk jam e sigurt, se e dija që s'ka, më vde, që janë shumë mirë, përdoret në Amerikë edhe përdoret në Evropë. Në këtë rast bëjmë thirrje farmacive që furnizohen estrogen patches, transdermal patches tire në Amerikë, që vendosin këtu, edhe e lëshon vet ilaçin dhe ti s'ki nevojë me pi ilaçin nga jashtë. Edhe në këtë mënyrë mbrojmë edhe mëlçin. Mbrojnë edhe mëlçin, edhe absolutisht, sepse këtu duhet, pastaj do flasim cilat teste duhet përcjellur ose cilat analiza duhet përcjellur nëse kemi pacientin në terapi hormonale. E treta, janë pasaj këto estrogen krema që thash për lagështinë e mukozës së vaginës edhe rregullimin e pH-së së mukozës së vaginës.
Katërta që është kryesorja është japim kalcium, në qoftë se një paciente nuk konsumon sa duhet produkte të qumshtit. Do më thonë kalciumi është i domosdoshëm. Vetëm pak, se le ta dinë të gjithë, sepse këtu bëhen pastaj nuk e di, nuk janë sigur ç'a të bëjnë. Ne e themi, në qoftë se normalisht pin 2 gota jogurt në ditë, se qumshtin e themi largojeni. Qumshti është largu, sepse qumshti përmban laktozë, përmban sheqerna, shkakton fermentizim në stomakun ton, nesër pas nesër do rriti rrezikun për infekcione edhe për atrofi të stomakut. Prandaj nuk e japim qumshtin. Do me thonë se fermentizohet qumshti, fermentizohet në ndikimin e aciditetit të stomakut, fermentizohet. Dhe themi mos pi qumsht, sepse rrit rrezikun për infekcione dhe për ulçera në stomak. Prandaj themi pi kos, pi jogurt, po kryesorja pi kefir. Që ka probiotik brenda, që e rregullon florën normale të zorëve edhe stomakut. E që nëse i pin 2 gota në ditë kefir, ose jogurt, ose kumsht, që thojmë popullar, ne marrim absolutisht, ne marrim protein, edhe ne marrim kalcium të mjaftueshëm. Prandaj themi mos merr kalcium nga jashtë si kapsull, si suplement, sepse nëse marrim kalcium nga jashtë, ku do jetë rreziku? 1, do kemi rrezik për kalcifikim të enëve të gjakut. Kur kalcifikohen enët e gjakut, rritet tensioni, se rritet rezistenca, do të thonë hipertension. 2, rrezik për formimin e gurëve në veshka, edhe zoll, edhe 3, rrezik për kalcifikim të nyjeve. Prandaj themi, nëse pini 2 gota jogurt, kumsht ose kefir, s'ki nevojë me pi kalcium nga jashtë. Unë qëndroj zakonisht te kefiri dhe kosi i shtëpisë. Jogurtin e kam anashkaluar se edhe jogurti e ka procesin e fermentimit, e ka përgjysëm, kështu që përmban mjaftueshëm laktozë. E treta, i themi merr vitamin D. Gjatë gjithë kohës. Do me thonë tani po marrim të gjithë vitamin D, po zonjat në menopauzë të parakoshme, sidomos se jemi të folë për këtë, ose ato që janë veç në menopauzë, merrni vitamin D gjatë gjithë kohës. Me kalimin e moshës, le ta din këtë informacion së shumë i rëndësishëm. Se di që thojnë, gjithë pacientët kur vinë të ne themi, doktoresh, unë verës nuk marrë, thot vitamin D, se më ka thonë është vitamina e diellit. Ajo është një informacion okej, se merret vitamina D nga rrezet e diellit. Por, me kalimin e moshës tonë, troashet indi subkutan, që do thot troashet likura. Dhe ne, edhe pse rrim rrezet të diellit, nuk thithim sa duhet vitamin D atë sa trupit i nevojitet. Madje janë edhe disa sipërfaqe kështu të jashtë. Se nuk kanë sasit mjaftueshme melatoninës. Prandaj, do me thonë që është një hormon që t'jap ngjyrë edhe rezaton, e thith vitaminën D, dhe prandaj këtu, edhe kjo pjesa këtu, gjithë ditë rri kështu në diell, nuk rrezitesh dot. Nuk rrezitesh. Po. Melatonina edhe gjumit. Po, melanin, melanin të mjaftueshëm. Që ajo është hormon që të jep ngjyrë, melanina. E treta, i themi merr vitamin D. Vitaminën D e jepim tani në fazat më vonshme ose në periudhat më vonshme ose moshën më të shtyme, zakonisht bashkë me vitamin K për me parandalu kalcifikimin e enëve gjakut nga vitamina D. Për çato. Do me thonë, na kur japim vitaminën D, themi merrem me vitamin K për me parandalu këtë kalcifikim 1, edhe e dyta, gjithmonë t'u e pa nivelin e kalciumit në gjak, nivelin e vitaminës D në gjak, edhe analizat e veshkave. Sa herë duhet të bëhen këto kontrolla, këto analiza? Analiza, në qoftë se pacientin e kemi futur pacientin në terapi me hormonal replacement, me hormon, atëherë i themi fillimisht e ja pas 3 muajve. Pije 3 muaj, që do thot 3 cikluse këtë terapi, dhe pastaj pas 3 cikluseve e janë kontrol. Do me thonë diku deri në 3 muaj që ta presim rezultatin e terapisë. Dhe kur vjen pas 3 muajve në kontrol, bëjmë këtë analizën e rezistencës në insulin, që do thot pankreasin, 2 analizën e yndynave në gjak, 3 analizën e mëlçisë me pa mos kjo terapi që ta kemi dhënë ma ka dëmtu mëlçin, dhe në qoftë se niveli i analizave të mëlçisë, që është ALT, OAST dhe gamma GT, është 3 fishi dhe i 5 fishi mbi normë, ta ndërprejmë terapi.
Duhet ndërprer. Absolutisht. Duhet me bo pauzë. Keni raste tilla? Rrallë kemi patur, kryesisht e femna që janë peshë shumë të madhe, e kanë veç edhe mëlqit diamosën. Do me thonë që ato e kanë veç terenin e pregatitur. Terenin e kanë pregatitur në ekstra jetë ju marë terapi. Okej, e treta, ku ngela, e bojmë analizën e kalciumit, kaliumit edhe natriumit, që është shumë 3 elektrolit të rëndësishëm, edhe vitamines D, edhe veshkave. Pse? Se nëse e kom veshken e damtume, nuk guxoj me dhonë formën jo aktive të vitamines D, që shë marim gjithë populata. Duna me ndru llojin e vitamines D çfarë jepi kësaj paciente nëse e ka veshkën. A ka disa lloje të vitamines? Tani ke formën inaktive, që është 25 hidroksilaza, edhe forma aktive 1.25 hidroksilaza. Nëse e kam veshkën e damtume, nuk guxoj me dhon formën jo aktive. Se kjo veshk normalisht kush është funksioni i veshkave? Funksioni i veshkave është përveç me prodhu urinë edhe me eliminu urinë, e ka edhe për funksion me kthy formën jo aktive të vitamines D në formë aktive. E tani kur veshka mu ka dëmtu, ajo s'është aftë me kthy formën jo aktive në ato aktive, e prandaj unë s'mu mi dhon formë jo aktive pacienti që ka dëmtim të veshkave. Duna mi dhon formën aktive, ajo thirret rokaltrol, kalcitriol. Që në Kosovë gjindet, gjindet mu ble, po se kemi edhe paciente që vinë me diabet edhe janë në dializë, atyre pacientëve ju japim detyrimisht vetëm këtë formë. Dhe nivelin e kalciumit në gjak. Kalcifikimi është shumë i rrezikshëm i enve gjakut. Tani unë jam interniste, prandaj kam të drejtë dhe flas për këto gjëra. Kalcifikimi edhe enve gjakut, edhe i ndyrë, apo janë ndryshme? Ja, është tjetër se. Kalcifikimi i enve gjakut zakonisht vjen ose kur jom ty marr kalcium. Hajtë po shkojmë banatore, spondina mirë, amidovitamina për imunitet, këto po e bojmë pacientat këtu, edhe ajo jep kalcium, jep magnezium, jep zinc, jep gjithçka. Edhe shkon një pinë, se pacientin nuk ka informat, shkon merë, si thirret, informacion nga farmacisti, që dhe ajo është doktor. Prandaj ju lutem mos jepni vitamina për imunitet nëse nuk dini si janë gjendja e këtyre pacientëve. Dërgojni te mjeku, le të bëjnë analiza të përgjithshme dhe ky mjek e din pastaj çfarë vitamina duhet dhënë. Se nuk mundem edhe me pi vitamina me masë të prume, sepse mund t'i bëjmë dëm organizmit. Edhe para farmacit të na është aq e bukur kur hyn aty të marrë gjithë vitamina. Unë që është tani ditë një pacient e thash, nuk po i gjejmë ilaqet kryesore ndonjëherë, se po i ke 3 rafte të mbushura me plot vitamina. E kam parë edhe vetë. E kam parë, janë shumë të fokusuar vitamina. Vitamina është ushqimi që ha. Ne themi, prandaj thash, kur pin kefir, pin kos, s'ki nevojë me pi kalcium, se i bën dëm vetes. Kur merr fruta, jetë marr aktualisht shumë vitamin C. Do thonë vitaminën C pastaj koncentrume e lojmë vetëm gjendje gripoze ose diçka. Mos merrni vitamina nëse nuk e dini si keni gjendjen e trupit, se i bëni dëm. Aty ku ngela ishte se mund t'i kalcifikoni enët e gjakut nëse merrni kalcium nga jashtë në sasi të teprume. Një, e dyta, kalcifikoni enët e gjakut edhe kur e kemi nivelin e sheqerit lartë. Diabeti qartë me të cilët ne merremi, si rezultati diabetit lartë, diabeti shkakton kalcifikimin e enëve të gjakut dhe pastaj gjithë ta pacient bën qoftë për bypass, qoftë për intervenime kirurgjikale me zemër të hapur, qoftë për vendosje të stentave. To dyja gjithmonë bashkë, kardio me diabetin. Absolutisht, shumë e lidhun. Dhe e treta, atë që ju themi pacientëve është përveç këtyre kockore, gjithmonë jam të ju thonë, unë nuk jam psikologe, nuk jam psikiatër, por në anën tjetër jam përveç një doktoreshe edhe një mësuese e mirë. Se ne kemi thënë, nuk mundesh me qenë doktor i mirë nëse si je mësues i mirë. Sigurisht. Mas pari duhesh edhe paraqitjen këtu. Mas pari duhesh pacienti i shpjegu me fol ngadalë, sidomos këtyre zonjave që janë në atak paniku, janë në një farë lloj stresi, vjersiten edhe dridhen ty fol. Qajnë duke folë, shpjegojnë për historitë e familjeve të tyne, se kanë një çrregullim të humorit të hatashëm që ju ndodh. Edhe çka jep? Këtyre zakonisht, unë duke qenë se jam endokrinologe dhe merrem me hormone, themi ekziston një tablet e cila e rrit nivelin e serotoninës në gjak. Hajde, cila është? Serotonina është hormoni i kënaqësisë, hormoni i lumturisë. Dhe merrni këtë tablet, themi, escitalopram është,
citalopram, që ekziston me dozë 5 mg, me dozë 10 mg edhe me dozë 20 mg. Zakonisht, javë të para fillohet me dozë vogël dhe pastaj jep një dozë maksimale. Dhe kur e marrin këtë, kur më kanë kthyr mbas 3 muajve, kanë thënë, doktoresh, përqafoj një herë se mas pari jom t'u ndi mirë emocionalisht. Tani këtu emocionalisht ka bërë mundi mirë edhe ilaçi që po rrit nivelin e serotoninës në gjak, po edhe terapia me hormone, se po ndjen treja, po ndjen mirë, po ndjen me shumë forcë, po ndjen me shumë vullnet për jetë. Dhe kjo është gjëja më e mirë për doktorin. Unë do i rrëfejem pak shikuesve, pasi që jemi veç bashkë bisedim. Para 5 viteve, si që thash, kam marrë në terapi dhe me atë mitin ta quaj ashtu se hormone nuk duhet merrni se kancer, pata frikë, shumë mirë më sugjerut që Linda dosh me fillu, unë pata frikë dhe kur u ktheva pas 3 vjetë te jo, dhe fillova me terapi hormonale, unë tash ndjehem për mrekulli. Të gjitha ato mundimet, shregullimet e humorit, unë kom pas për shembull shumë probleme ndjersitjet natës, nxehtësi afshet të ditës kom pas, vetëm natës ndjersitje. M'dil ke gjumi, sa që është dasht mu qu, mu terë me fem për me vazhdu gjumin dhe me shregullimet gjumit. E shikon sa ke që s'na ke dëgju nga fillimi. Ata i të tash tani, ka qenë tabu edhe mit që kur jemi ardhur këtu prandaj ta thoja, kur jemi ardhur në Kosovë, ne preferonim zonjave me fillu me terapi. Dhe gjitha thonin jo se është rrezik, jo se bën këtë, jo se na bën kancer, jo se kemi dëgjuar që nuk është mirë me u dhënë. Dhe pastaj ne keshim atë, tu dua të them, nuk jemi veç doktor, po dhe mësues që mi tregu çka përfiton nga nëse e merr terapinë edhe çka humbet nëse se merr. E tash unë çka kom humb këtë rast për këto 3 vite që se kom marr, domethënë kam yndyrna të larta, si pasoj ndyrnave kam ekstracistola, që kam shku te kardiologu, i kam trajtu gjitha, mirë po më kanë udhëzu sërish te endokrinologu, se kjo është si pasoj hormonale. Absolutisht. Kështu që unë i bëra do gabime. Që tani po muan vetë pasojat. I muan pasojat, absolutisht. Sërsa ato nuk janë që rregullohen, dhe me thonë veç është prish diçka dhe nuk ngjitet më, ta thonë ashtu popullorçe. Tani, mirë po sidoqoftë unë besoj që diçka kam rregullu dhe për të ardhmen. Ne ju themi prandaj janë disa gjëra që përcillen, femnën ashtu si tham, cilat janë metoda që e përcillim kur japim terapi, kur jenë në përcjelljen e mjekut. Kur mjekut ka përshkruar një terapi, mos ke frikë. Kur merr terapi në kokën e vet, aty duhet të kesh frikë se pastaj çfarë do të lloj që ndodh, nuk ke kujt me u drejtu. Madje, kohët e fundit, tash po të jap edhe një lajm, nuk e di hajde se unë kam mundur shumë sa i përket kësaj teme. FDA-ja e ka hek nga blacklist hormonal replacement therapy. Bravo, nuk e dija, faleminderit që më tregove. Deri tash aty ka qenë efektet anësore, mundet kancer, tash e ka hek nga blacklist. Absolutisht. Me vërtet është bërë një revolucion nga femrat mëdha me renome botërore, siç është Oprah, absolutisht, e përcjell edhe unë. Doktoreshat të cilat janë marrë thellësisht për shëndetjen e gruas. Dhe mesazhi i tyre ka qenë që shkoni te mjeku, kontrolloni dhe mos i lejoni që u thonë, po menopauza it's okay. Po menopauza është okay, keni afshë të nxehta dhe aq. Jo, absolutisht. Nuk mbaron aty, prandaj jemi këtu për t'ju ndihmuar këtyre zonjave. Faleminderit që ju kemi. E kemi bërë një përpara 5-6 viteve, të them, në Zagreb promovua një libër Shëndeti te gruaja. Dhe unë dhe motra ime Binjaka, që të dyja që jemi doktoresha, kemi patëm promovu një libër, kam bërë një përkthyse e Tiranës në gjuhën, nga gjuha angleze në gjuhën shqipe, dhe neve në aftuan si doktoresha për ta promovuar. Në atë libër ishin shkruar të gjitha problemet që mund të i hasnin femën gjatë gjithë jetës së saj hormonale. Dhe se si mund t'ju ndihmojmë këtyre femrave, qoftë nga ana psikologjike, qoftë nga ana e terapisë. Dhe dham një informacion shumë të madh që pikërisht
kjo mua më pëlqen që edhe në Kosovë ka fillu me u ndryshu ky mit, që me fillu me dhonë terapi hormonale, mos i leni zonjat me vujt, sepse këto zonja do kenë vujtje emocionale, vujtje të kockave edhe vujtje metabolizmit edhe me smundje kardiovaskulare. Nuk ka kontraindikacion për këtë terapi. E vetmja është, vetëm në qoftë se kanë zonjat anamnezë pozitive familjare për kancer gjirit, i themi shko kontrollo njëherë, bëj një ultrazor gjiri, tani mbi 40 vjeç janë më bëjnë të gjithë, qoftë ultrazorin e gjiri, qoftë mamografi. Le ta dinë që terapia hormonale të rrezikon nga kanceri i gjirit nëse ti e ke ndonjë nodus e nuk e ke ditë që ke pas, do të thonë veç e ke kokrën e formuar në gjih, ose ke anamnezë pozitive qoftë te nana, qoftë te gjyshja, sepse është vertikalisht shumë gjenetike e gjirit. Do me thonë me gjitha ata, prapë duhet marrim terapi hormonale, mirë po nën kontrolin e mjekut. Nën kontroll gjithmonë. E treta është nëse ajo të mbrohen nga problemet gjenitale. Do me thonë, kur japim pacientëve kontraceptiv oral, ose hormonal replacement therapy, themi paktën nga kjo anë ginekologjike e mbrojtur. Një të mbron nga kanceri vezores, dy të mbron nga kanceri i qafës mitres. Të le ta dinë gjithë. Këtë gjirin kontrollojeni, bëjni ultrazar, shikojni, nëse keni fibroadenoma apo cis, ato janë të rrezikshme. Kur njët s'keni me pas probleme to. Qofse është ndonjë nodus si dyshim, normalisht që pastaj onkologu merret me juve. Por që sa i përket organeve gjenitale është very safe, do me thonë shumë e shëndetshme edhe e sigurt, sepse të mbrohen nga dy smundje kryesore që është kanceri i mitres edhe vesoreve. Na i koha, shko sa shpejt. Wow, knasha. Unë kisha fola akoma. E di. Po, javën tjetër do t'jemi bashkë me motrën, artën, kështu që vazhdojmë të njëjtën bisedë për perimenopauzën dhe menopauzën, me artën. Okej, ishte kënaqësi dhe nder për mua që jam mysafiri yti. Dhe çdo herë do jam i gatshme për të qenë te ti, sa herë do më thrasësh. Tjetër do t'i përsërisim, po e bojmë ashtu një revolucion në Kosovë për gratë në para dhe menopauzë, mënyrë që sa më tepër të informohen populata dhe të vedisohen. Të vedisohen është pak a shumë ja arrim që t'i sensibilizojmë sa i përket kësaj çështje, se me të vërtet është e dëmshme dhe e vujnë shumë. Absolutisht, janë. Kështu që unë vetë kam provu dhe tash ndihem shumë mirë, kështu që pse jo ta plasojmë të gjithë shikuesit që shikojnë mbi gjitha shëndetit. Absolutisht. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Atëherë të dashur miq, që kaq nga ne sot, do takohemi sërish në javën që vjen për trajtuar të njëjtën temë me doktoreshën Arta Haxhiu.